Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të shndrueshme, moti ka qenë me alternime fillimesh dhe vranësira, të cilat herahërës kanë qenë deri të dendura, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi 8 metër për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare ka fituar shpejtësi deri në 15 metër për sekond, valzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 4 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 3 deri në 19 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 0 deri në 22 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri në 22 gradë Celsius. Për ditën e martë, mbi vendin tonë pritet ndikimi masave ajrore të paqëndrueshme, moti parashikohet jetë me vranësira mesatare deri të dendura, rreshtet e shiut pritet jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në veri perëndim të vendit dhe përgjatë vijës bregdetare, gradualisht më pas rreshtet e shiut do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar. Lokalisht rreshtet e shiut do të jenë edhe në formën e shtrëngatave afat shkurtër. Era do të vijojë frym me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 9 metër për sekond. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era pritet të fitojë shpejtësi deri në 18 metër për sekond. Valzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 5 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 6 deri në 19 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 6 deri në 25 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri në 24 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti pritet jetë me vranësira dhe me rreshje shiu. Përgjatë vijës bregdetare, rreshtet e shiut pritet jenë me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Kontinenti evropian, pjesa më e madhe e tij, parashikohet ketë mot me kushte të paqëndrueshme atmosferike për shkak të disa qendrave të presionit të ulët. Moti parashikohet me kthjellime, vranësira deri të dendura, të cilat do shoqërohen me rreshje shiu. Për shtim të lehtë do të bëj Europa lindore, e cila do të pritet të jetë në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave kalimtare. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.